Gjibani zbulon se çfarë ndodhi gjatë fluturimit drejt Londrës. Gjibani ka ndarë një përvojë fort të lehtë gjatë fluturimit të tij drejt Londrës pasi në prajmin e shkuar ju komunikua se babai i tij ndodhej në spital por në gjendje stabile. Në një postim në Instagram ai tregoi se gjatë udhëtimit kishte ecë dhe temperaturë të lartë duke e bërë fluturimin edhe më të rëndë. Ndër të tjerat Gjibani falënderoi pasagjerët shqiptar që e ndihmuan gjatë situatës, si dhe punojësit e policisë së shtetit dhe të aeroportit për mirëkuptimin. Ai u shpreh mirënjohës për mbështetjen dhe dashurinë që ka marrë nga njerëzit që ka takuar gjatë këtij udhëtimi. Pauça fluturimi mram, tu dridh nga ecet me 39 temperaturë, stomaku copash nga ilaçet, në menjë babi që ishte në spital, humba ndjenjat dhe deshufika, 1 orë e 30 minuta pa arrit në destinacion. Faleminderit Zotit për pasagjerët shqiptar që nuk janë të ftohtë, e u çum direkt me ndihmë. Dhe për ëngjëllin e bukur që e kishte fluturimin një kohë me mu, e më fali surprizën më të bukur. Na shifte gjithë avioni sa shkojmë. Mendoje njëherë se ti labe unë mirëditor, suksesi garantuar o zemër. Jo më pak falënderime për punojësit e policisë së shtetit, punojësit e aeroportit dhe ti zonjusha, që nga 32A te 01C ta kthefti madhi Zot me të mira dhe shëndet në familje. Sa dashuri ka marrë qysh se ashtu fut ledionin atë shtëpi, sa mirëkuptim dhe fort që më keni dhanë. 99% e njerëzve që kam taku mram. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.